pse KQZ-ja nuk e ka kuptu këtë momentin politike aktuale. Bane që po i bie që me këtë favorizohet përsëri lista serbe që ta merr shumicën absolute. Absolute Dhe kjo ju ose... shqetëson kuadër demokratik, a ju shqetëson juve që ata kanë? Unë jam vetë i shqetësuar tepër, sepse ne e dim që ata nga do levizja opozitare edhe partia kombëtare e serbëve nga Zubin Potoku, Zotri Bishevec, e kanë me ka 2 deputet në për komunat në veriu e vendit. Edhe në Leposavić, edhe në Mitrovic veriore, edhe në Zubin Potoku, edhe në Zveçan. Që do me thonë, ata janë konë e sigurt që do të përfitoj një vend në parlamentin jonë në Prishtinë. Por ajo tash u dollë. Në anën tjetër e kemi Zotrin Rashić, që do me thonë, lista serbe e ka hinë në një fushat në të cilin do të insistoj të përfitoj një rezultat dominante, që do me thonë 10 pjesët në parlamentin në shtetit e Kosovës.